Si dritë. Ja, Indri. Tu? Apo ja ju? Jo, shjoti. Si jeti? Mirë një ashtu. Në halë dhe të lashe. Të lashe, i ka hapsa të lashe vetës, e? Kam hapë dhe po. Sa të mira. Të mira. O me i hapë mira, o s'ka. Qa mendove rrugës? Nga firma? Mendova që atë që thashtë edhe për para. Mendova që jam shumë i lumëton për rrugtimin që kam pas. Mendova që nuk do kisha ndryshu absolutisht kur gja. Në të mirën e në të keqen. Ti ke hyrë pasi për strategjie. Unë mbaj më të rëshë që unë nuk kam lidhje me strategjit. Jo. Dhe kështu jeton edhe jetën. Po. Pa strategji. Pa ka shumë. Pa ka shumë. Po, sepse rrallë por nuk di, në rrallë dytë nuk du, sepse unë mendoj që çdo gjë në jetë ka një pse, edhe çdo eksperiencë ma ka dëshmu, dhe më thënë. Gjatë unë kam pas një jetë shumë, si thohet, pjena. Të mbushur plot me ngjarje. Plot me ngjarje, ekspozitime, eksperjenca, gjana. Edhe e kam pa vetë, e kam prejkë me dorë, dhe më thënë që gjanat ma të bukra kanë ardhë pa i mendu, pa i para një skenu e tjera. Unë në film po, kam skenarin, po këto, ja, si ishte absolutisht, edhe po e përsëris jam shumë i lumë se ka kanë eksperienca ma e mrekullueshme e jetës teme. Faleminderit. Indri, Ermali ka komentuar vazhdimisht. Ku je më Ermal? Ka pasi loj kështu... Tim ke pështu mor burë. Jo ke pasi loj afeksionin kështu nga largë dhe... A unë për ty. Vjen keq që të shoh tu tani. Po pa tjetër që do doja të pinim i kafe. Po me gjithë që. Ose drek. Dëgjoj që thej që ke hyrë pas strategji pa plan, ajo që di unë për planin është që nëse nuk ke një plan për veten, patjetër do bëhesh plani dikujt tjetër. Do të bëj dy fraza trajnimesh tani që ajo që unë besoj është që ne nuk kemi menaxher të rrethanave, po jemi krijuesit e tyre, edhe kur nuk e dim që po i krijojmë ato rrethana. Po. So, ti gjithkohës ke qenë duke ndërtuar një të ardhme. Normal. Thjesht nuk e kam pas përpara, domethënë nuk e kam menduar. Po, nuk e qenë koshient. Dhe për mua ke qenë që në fillim një djalë shumë i dashur për publikun, njerëzit të mirëpritën, të pëlqyen. Më pas, këto ulje ngritjet krijuan një konfuzion, edhe kur publiku nuk e kupton më kush është ky i vërtetë, atëherë nuk fal. Okej. Siç të nxori në këtë pikë. Unë përsëri besoj që ti je një djalë shumë i mirë, edhe jam përsëri fansi i jot në këtë drejtim. Faleminderit. Ermali ka qenë një nga suportuesit e tu, një nga mbështetësit e tu. Shiko pak se çfarë ka bërë njërin nga puntatat e fermës, kur ti ke qenë në ato dramat e tua të dashurisë. Ermali ka ardhur një ditë edhe ndiqe pak, ndiqe. Vanesa dhe Indri, nëse dikush nuk ja o ka thënë, po ja them me zë të lartë. Ju të dy jeni në dashuri! Kam sjell llokume. Dhe pastaj ka qenë kështu. Do me thënë, pas llokumeve, këta kanë patur paka shumë komunika në vazhdim pastaj me oscilacionet e raportit. Masa e kuptueshme. Unë përsëri besoj që ajo letra ishte një forcë, ishte shumë e guximshme nga ana jote, duhet guxim të thush vërtetën, dhe ti i more përsipër gjitha rrisjet, dhe si vazhdoi pasaj dihet historia, uroj që nga sot e tutje, ti t'jesh më i vendosur, më i qartë për atë që do bësh, dhe po, Indro, duhet bo një 2 llogari, dhe mos shkosh kështu si ndasëm, si thuhet çfarë. Jo, po nuk shkoj krejt ashtu, të më falë që po... Jo, oke. Se, diqa dhe më thonë, në këtë jetën teme e kam nërtu, edhe nga pikpamja personale, pra, du thjesht me specifiku që unë nuk shkoj si që të thamë ty, si një pupull. Unë i mendoj gjanët, nuk e që nuk i mendoj. Thjesht, ky lloj konteksti, më thonë, se si e kam marrë unë këtë lloj kontekstit, në naivitetin, të pa diskutim.
Kjo e pjesë naive, me Por siguri. pra, ndoshta në ferm nuk i ke menduar. Në ferm ke qenë... Jo, unë thjesht, sinqerisht, kam hime atë idenë që po shofim që po më del për para, si po reagoj e tjerë. Kap qatë kap, Kap qatë kap, theme në Jo. Kap eksperjenca, ta shijoj këtë eksperjencë, punën, njerëzit, shoqninat, dashninat, që ose dalin edhe në fakt diqa doli. Në fakt, unë e nisa pak edhe që parë. Ashtu si unë e kam parë. Ti në fakt ke flirtuar pak me të gjitha. Në fillim. Në fillim tani, në fillim ose më ose i ke shku të gjithave me rrallë. Gjithave more për Olja. Don Juani fermës. Po, në fillim i ke shku të gjithave me rrallë, e di, ke bë kështu të lezetshmin nga i qik me se cilën, derisa ke parë ato që po ta blejnë lezet lëkun. Edhe pastaj ishte Vanessa ajo që ti piketove, edhe mendoj që Vanessa ka qenë pika e ngritjes po dhe e uljes e jotja. Pra ashtu sikurse nëpërmjet Vanessës ti pate një ngritje, një evolim, një zhvillim, ashtu ndodhi dhe ulja dhe në fakt ne e folëm para se ti të vije këtu që unë nuk e shikoj si diçka strategjike, se dikush që ka strategji nuk mendon kurse si që në këtë pikë të lojës të shkruaj një letër, ndërkohë që mund të vazhdoj ta shesi një histori të bukur, dashurie deri në fund, ndoshta edhe një propozim, a e di? Edhe më vonë kur del ndahet, por ti zgjodhe të bësh një akt shumë të vërtet edhe unë e vlerësoj. Dhe përveç kësaj që ta kam dhënë pikën, t'jap dhe një pikë tjetër, sepse për mua ke qenë një djalë tepër i edukuar dhe vlerësoj që në asnjë moment nuk e ke humbur durimin, qoftë edhe me ne, ke qenë shumë i sjellshëm edhe me mua, që mendoj më shumë të kam ndihmuar unë që të kam thënë të vërtetën se sa Ermali që të kam mbush mendjen. Mos u grill. Jo, unë thjesht po i them Indrit që të dy fans të thjesht po them që më ka pëlqyer që në asnjë moment në ferm nuk e ka prishur karakterin apo të folurën e tij apo edukatën. Ti të gjithës, zgjodhe ti takosh të gjithë pavarësisht fjalëve të jo fort bukura që dëgjove që kishin. Jo, po ç'a, Nigjo, unë po e përsëris. Nuk është e thjesht kur je aty mbrapa, okay? Është shumë e vështirë. Edhe pavarësisht keq kuptimeve, pavarësisht gjanave të këqija, se s'dias me fol mirë, një ka një, secili, edhe ata që kanë dalë, edhe ata që kanë met, e tjera, duhen thjesht mu respektu për kurajon që kanë për me bakët eksperiencë. Dhe unë nga vedja të vazhdu me tjetë. Që që peace and love. Armina nuk ka qenë fort miqësore në komentet e saj me ty. Armina është fansa e Vanessës. Nuk është me fansa kjo, ç'është ky muhabet me fansa? Është girly. Ne jemi këtu për të dhënë një mendim. Tani unë Indrit ja them që unë si femër nuk më pëlqen mënyra se si u bë gjithë historia me Vanessën. Sepse kjo është ajo që mendoj që pak me pasigurit e tua në përgjithësi sentimentale, unë mendoj që ti duhet punosh, por kjo nuk të bën ty një person jo të mirë, nuk të bën jo të kulturuar, madje edhe unë vlerësoj për kulturën që ti ke sjell aty brenda. Mendoj që edhe në bisedat që ke bërë kanë qenë biseda shumë të mira, shumë të thella, që kishe qejf të dëgjoje, patjetër, ndërsa tek ky aspekt unë e them mendimin tim si vajzë, si femër dhe si do ndjesha unë vendin e vet. Okej. Por gjithsesi, ashtu si edhe Ermali edhe Angeli, patjetër që unë e thash dhe kur ti nuk ishe këtu, ke bërë një lojë, ke qenë një personazh aty brenda i rëndësishëm. Edhe ti fans Indrit? Po ç'është e fansi? 3 fansa këtu? Tani, gjërat e mira thuhen, gjërat e këqija thuhen. Ju të dy keni zgjedh. Po i lëm ata të vazhdojnë të zgjidhin një tjetër dhe po shohim momentet e tua më të bukura. Vetëm një pyetje. Ka një pyetje, po. Indrit do ta takosh Vanessën? Normal, nëse Vanessa do pranojnë, po, e kam thënë. Do na thoni ç'a ndodh pastaj. Do na thoni. Nuk e di atë të them. Ferma mbaroi. Shohim Indrin tek ferma VIP. Yes.